bëjmë gëzuar njerë dhe të hymë tek ajo pjesa më intime jotja. Pa. Që Cila do është të pjesa thotë më shumë. Intime në kuptimin shpirtëror. Babai dhe vllai yt, pas ndarjes nga jeta të Lilit, mamit, ti tani ke rindërtuar, se thua marrëdhënien me babain dhe vllain, apo jo? Apo kishte nisur më përpara? Me vllain çik më e komplikuar, po me timat po kishte nisur edhe më përpara, po në një farë mënyrë ikja e ti me mojen edhe na shërbeu për në mos për të lidhur, na shërbeu për të rimarrë gjërat aty ku kishin mbetur, si të thuash. Dhe dëgjoj, kjo është një histori, është historia ime personale, por kjo është një histori që u përket shumë çifteve në Shqipëri, të cilët kalojnë në vështirësitë edhe në dramën e të qenit çifte të ndara. Dhe shpesh ne në punën sociale e quajmë triangulim, këtë procesin ku fëmijët gjenden papritur në mes të zjarrit edhe shpesh u duhet të marrin anë, të zgjedhin anë. Po, këtë zgjedhin. Dhe kjo është shumë e padrejtë. Nga prindërit, po. Dhe kjo është e padrejtë për çdo fëmijë. Për fat të keq, kjo ka ndodhur shumë shpesh në Shqipëri. Sepse në Shqipëri mungon informimi, mungojnë shërbimet, mungon suporti për gratë, për burrat, dhe sidomos suporti për fëmijët. Duke qenë se unë punoj në social edhe merrem me mbrojtjen e fëmijëve në Kanada, tani, duke qenë edhe se kam mbaruar shkollë për atë punë, tani që kam mundësinë edhe akademike edhe faktin që është puna ime, mund të kuptoj më shumë edhe nga çfarë ka ndodhur me jetën time dhe çfarë ka ndodhur në rastin tim. Kështu që marrëdhënia ime me timat ka qenë një marrëdhënie tipike shumë fëmijëve të tjerë shqiptar, të cilët në një moment ose në tjetrin u është dashur të mbajnë një anë o me mamin o me babin. Ti mbajte anën e mamit. Dhe unë patjetër mbajta anën e... Ashtu ndau gjykata, apo jo? Po, kur ata janë ndarë, gjykata vendosi që unë do të rritesha nga i me më, kurse vllai im i madh do të rritej nga i madh. Kjo më është dukur gjëja më e tmerrshme që mund të ndodhë në atë kohë. Shumë në më thënë... Nuk e di se si mund të gjendë një zgjidhje tjetër, po të ndash fëmijët, nuk e di. Është e tmerrshme. E tmerrshme. Shumë e tmerrshme.